shëmësh dhe në thonjza, cila palë ka të drejtë? Me protest, pa protest, ka kohë që parlamenti ka humbur funksionin e tij si një institucion ku diskutohen ligjet, debatohen, plotësohen, përmirësohen nismat që vijnë nga qeveria për të bërë ato më të frytshme, më të efektshme, por është ndruar thjesht në një arenë as debati, jo, debat është fjalë më moderne. Po, do të kishte argumenta që të quaj debat. Në një arenë sherrri ordiner, ku thjesht replikohet, sharje pas sharje, akuzë pas akuze, deputetët e rinj të mazhorancës duket sikur janë në një garë për të rënë në sy tek kryetari, kush të sulmojë më shumë Sali Berishën, i cili nga ana tjetër s'le gjë pa thënë gjithkujt që i përmend emrin. Gjitha kjo e ka shndruar në një gjë qesharake. Dhe unë besoj që kjo legjislaturë, parlamenti i kësaj legjislature është gati nuk meriton as të quhet parlament. Nuk është se nuk e kemi thënë, në fakt unë kujtoj edhe nga intervistat që kemi bërë së bashku në vazhdimsi, që në momentin kur pra pas zgjedhjeve, kur u mor vesh edhe se kush do t'ishin deputetët e këtij legjislacioni, ka qenë një pikpyetje që ne e kemi ngritur, që cili do t'jetë në të vërtetë rezultati që do të kemi nga këto seansa dhe rezultati që do të marrim nga këta deputet të zgjedhur, se supozohet që janë të zgjedhurit me vota ata, zoti Kikia. Pra supozohet janë përfaqësuesit e qytetarëve që i kanë zgjedhur. Përtej nivelit politik, akademik apo intelektual, i cili për një pjesë të konsiderueshme lë jo për të dëshiruar, por është në nivel mjeran, ajo që bie në sy është përmbajtja e seancave. Sot kishte një seancë plenare, dhe askush nuk është në gjendje të japë pyetje përgjigjes çfarë diskutoi parlamenti sot. Përveç se u shan mes tyre, kujtun të shkuarat, të bërat dhe të pabërat, pra një sherr ordiner që në fund, nëse do të japësh përgjigje pyetjes për çfarë i zgjedhin këta njerëz, dhe në fund me çfarë e justifikojnë ata trajtimin financiar që u bëhet, apo edhe të gjitha privilegjet e tjera politike dhe ekonomike. Ndaj them që ka ditë që mendoj që as emrin parlament nuk e meriton, pasi kur vjen puna tek ligjet, ato miratohen në mënyrë të verbër dhe të pyesësh mbi 90% atyre që votojnë pro, se çfarë votuan nuk e din. Të pyesësh ata që në 100% votojnë kundër, sepse votuan kundër, prap nuk e din. Thjesht ata që votojnë kundër, votojnë sepse duhet votojnë kundër, ata që votojnë pro sepse duhet votojnë pro. Dhe kjo është e tmerrshme. Po, ku na çon kjo, zoti Kikia?